Ka një lidhje mes Allahut dhe robit. Allahu e don shumë robin. Allahu e don shumë besimtarin. Nuk po besimtari nga njëherë nuk e vlerëson aq sa duhet këtë mirësi, këtë dashuri, këtë dhimbshuri që Zoti i madh ka për të. Nuk e vlerëson një herë, nuk e vlerëson dhe një herë tjetër, nuk e vlerëson dhe një herë tjetër, nuk e vlerëson dhe një herë tjetër, nuk e vlerëson dhe një herë tjetër. Atëherë bjerë nga syni i Zotit, bjerë nga interesi i tij për robin e tij, bjerë nga dashuria e Zotit. Për këtë arsye, njeriu që bën gjunaf, njeriu që i tejkalon ato kufin që Zoti ka vendosur, ai faktikisht përpara se të qajë për gjunofin që ka bërë, ai duhet të qajë për faktin se ka ra nga syri i Zotit. Ai duhet të qajë se s'ka më Allahu interes për të. Ky është rreziku faktikisht për Zotin e madh që nuk ka Zot tjetër përveç tij. Më e keqja se e keqja që ka bërë dhe më e rëndë se gjunofi që ka bërë është se Zoti më këtij njeriu nuk i kushton rëndësi. Kjo është më e rënda për Zotin, kjo është më e rënda. Vallahi billahi, për Zotin e madh. Është më e rëndë se sa moraliteti, është më e rëndë se sa kamata, është më e rëndë se çdo gjunof që bën njeriu kur ti bie prej syut të Zotit. Pra ke bë diçka ti që ka shku puna deri në këtë drejtë, deri në këtë grad. Prandaj kujdes. Prandaj rregullo lidhjet, pastro kanalet e komunikimit me Zotin tat, shif çfarë e ka prish atë përqimin e dashurisë, lidhjes me Allahun xhel xelalu. Se është prish diçka, ka diçka që nuk shkon, se s'ka mundësi, nuk ka mundësi të ndodhi kjo punë. Me një që ka informacion dhe ka dituri, sa hajde njoni e bon se s'dije ku dëgjon e tjerë, po dikush që i din të gjitha, edhe bie akoma, do të thotë se përqimi, teli, kanali ka probleme. Kështu që përpara se të qajsh për gjunofin që ke bë, qaj për faktin se nuk je më i rëndësishëm për Allahun xhel xelalu. Se po të ishe ti tek Allahu i rëndësishëm, ai vetë nuk ka pas për të lënë.